Zoti Malaj, fjala për ju. Atëherë, përshëndetje, nderuar kryetar, nderuar ministre. Rrallë parë du të falenderoj shumë edhe për raportin edhe për punën e Policisë së Shtetit. Këtu nuk do të vije me atë raport, do të vije me raportin e vitit 2005-2013, kur këta zotëri tu kishin drejtimin e Shtetit shqiptar, Policinë e Shtetit, që ne të bëjmë një krahasim midis atyre viteve dhe sot. Se këtu shumë lezetshëm vime bëjmë politikë shumë madhe në komision, dakord, se politikë kemi këtu ne, po të bëjmë një krahasim midis vitit 2005-2013, shikojmë shifrat alarmante, besueshmërinë e Policisë së Shtetit nga të gjithë institucionet europiane, ku asnjë lloj bashkëpunimi nuk ishte, as me Eurojust, as me Europol, ku policia ishte kthyer në një tipik stre militantësh politik dhe jo me profesionistë, ku çdo punonjës policie dhe çdo oficer kishte një kartë dokumenti policie, mbje keq Isuf, për gjithë respektin që kam për ty, dhe që çdo emrim bëj pa pagu taksën për të bërë shef komisariati apo drejtor policie, dhe që ishte kthy realisht në një institucion i pabesueshëm në popullin shqiptar, kështu që vinë këtu tashira bëjnë Eurojust, Europol, ky ai këtë andej. Çfarë ky ai këtë andej? Policia ka arrit shifrat më të larta, ku Shqipëria është vendi më i besueshëm në Ballkanin Perëndimor, por edhe në krahasim me vendet europiane, sepse këto janë shifra që vinë nga institucionet ndërkombëtare. Këtu bëjmë sa dush politik ne, jo ndrageta, jo ky ai. Zbulueshmëria ka arrit shifrat më të larta, 90%, patjetër, ka problematika. Ka dhe oficer policie apo punonjës policie që kanë problematika të mëdha, po kjo s'do të thotë që ne të përbaldim gjithçka që ndodh këtu, bëjmë gjithçka të vëmë atë muin e zi për hir një politike apo një tjetër. Kjo se ka baza, hajde flit, mos hajde këtu me apo politikën e madhe pa asnjë lloj argumenti, por ministre herë tjetër të lutem na bëj një ballancim ku ishim dhe ku jemi sot. Si raport me institucionet ndërkombëtare të sigurisë, si raport me kriminalitetin që ne ta bëjmë krahasimin në ato vite dhe ne të vim tamam siç duhet. Është një punë kolosale gjithë këtyre viteve të baltoset, të hidhet, jo po ky, jo po ai, jo e kroçati, jo kjo, jo ajo. Esuria shumë e mirë, edhe unë ju falenderoj, edhe shumë mirë njohë për punën e Policisë së Shtetit, edhe atyre djemë dhe vajza, burra dhe gra, edhe të Ministrisë së Brendshme. Faleminderit. Ne ju referohemi vetëm raporteve ndërkombëtare, po nëse do mund të bëjmë të krahasimin sipas Global Index Project, për sa i përket krimit të organizuar, 2011 është më e mira që ka pasur ndonjëherë në historinë e Shqipërisë për kriminalitetin. Kur ne ishim në qeveri, kriminalët shkonin në burg, nuk vinin në parlament. E para. E dyta, organizatat kriminale nga Aldo Bare e të Berisha Durrës, e të gjithë organizatat e tjera kriminale shkonin në burg. Kur erdhën në pushtet, i nxorët nga burgu, një pjesë tyre i futët në punë bashki, apo jo? Mirë, mos ta bëjmë. Shiko, the për punën e mbajtjes pa leje, ku unë shikoj rezultate që ka një zbulueshmëri shumë të lartë dhe këto ditë të fundit, në raport këto 2-3 muaj të fundit. Po ato në fakt ato i kemi dhuratë nga ju, them drejtën, se 97-ën ju na i dha dhuratë ato, mbajtjet pa leje dhe i kemi dhuratë shumë të madhe dhe po i vujmë, vazhdojmë të i vujmë çdo familje shqiptare. Kështu që po ta nisim nga ajo pjesë. Okej, mos ta kalojmë në xhepën. Zoti Piroli, fjalë për ju, që të kërku fjalën për. Po, faleminderit kryetar, të nderuar kolegë, të nderuar ministre brendshme dhe përfaqësues të Ministrisë Brendshme. Në 12 vitet e fundit, të gjithë ministrat e brendshëm flasin për zbardhjet e vrasjeve të vitit 1997, por qytetarët po vritën në afërsitë komisariateve, ku plumbat nuk po kursejnë as pafajshmit. Bilanci i varëve nga 2013 për përfshirjen në pazaret e drogës është më i rëndë se i vitit 97. Kanabizimi ishte një politikë qeverisë së Edi Ramës, ku kjo politikë mbolli kufoma e hasmëri pafund në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Kriminalizoi ekonominë, inkriminoi policinë e shtetit, e bëri atë shërbetore të krimit derisa arriti që punojësi policisë të dilte në pararat numëronte rrënjët e kanabisit, pasi 30% i donin punojësit e policisë shtetit. Drejtora policie që vinë pa shtëpinë e tyre dhe dalin pas një kohë shumë shkurtër
me restorante dhe me hotele, shefa komisariatish, që vinë me makina patarja dhe kur lënë detyrën largohen me shtëpi në Bregdet. Ku përfundoi gjithë kjo polici, ku pas vettingut të gjithë punojësit e policisë dolën të pastër nga vettingu. Policia dështoi edhe me inspektoratet në qiell, ku satelitët 6 milion euro të propozuar nga Rama dhe ku doli edhe kryetari i parlamentit që është sot zoti Niko Peleshi që tha satelitët do jenë në ndihmë të policisë së shtetit dhe të inspektorateve të territorit të Republikës së Shqipërisë. Ata nuk dhanë asnjë rezultat. Ndërtimet vazhduan çdo ditë pa leje. Policia dështoi me kamerat inteligjente LPR dhe me dronet e survejimit, pasi gjysma e tyre nuk funksionojnë për arsye të mos mirëmbajtjes. E theksoi edhe zoti Balliu. Gjatë viteve 2024-2025 kemi parë një rritje të ndjeshme të kriminalitetit, veçanërisht të krimeve ndaj jetës, krimit financiar dhe rrjeteve të trafikut ndërkombëtar, ku këtu po citoj prokurorin e përgjithshëm. Vrasjet me dashje janë rritur mbi 3 herë, ndërsa veprat që lidhen me pastrimin e parave dhe falsifikimin financiar kanë përsuar rritje nga 48% në 59%. Koeficienti i kriminalitetit është rritur nga 105 në 14.7 për 100.000 banor. Pra situata publike nuk është statike, pra nuk është në përmirësim. Faleminderit. Okej, zoti Kapri, po. Faleminderit.